Gjykata e posaçme ka konfirmuar më 22 nëntor vendimin për pezullimin e Belinda Ballukut nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Pas një seance që zgjati mbi 5 orë, u lanë të pandryshuara masat e sigurisë për Ballukun, si ndalimin e daljes jashtë shtetit dhe pezullimin nga funksioni publik. Po ashtu u mbajtën në fuqi masat arrest shtëpie për 2 vartësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi. Të tre të pandehurit u larguan nga gjykata pa dhënë deklarata për media. Balluku ishte pezulluar që më 20 nëntor, ndërsa Gjyli dhe Elezi u vendosën në arrest shtëpie për rolin e tyre në çështjet hetimore. Prokuroria e posaçme e ka marrë zyrtarisht të pandehur Ballukun më 31 tetor 2025, duke akuzuar për shkelje të barazisë në tendera në bashkëpunim, lidhur me procedurat për ndërtimin e tunelit të Llogaras, me vlerë rreth 190 milion euro. SPAK dyshon se anulimi fillestar i tenderit dhe rihapja e tij disa muaj më vonë kanë favorizuar padrejtësisht një grup kompanish turke, të cilat fituan me ofertë më të lartë se të tjerë. Përveç kësaj, Balluku po hetohet edhe për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe, ku sipas të dhënave, të gjitha ofertat e tjera u skualifikuan pavarësisht se disa prej tyre ishin deri në 5 milion euro më të ulëta se oferta fituese. SPAK po verifikon edhe dyshimet për abuzime në procedurat e supervizimit të këtij projekti.